thotë Berisha, unë po themi kryetar partije, se s'ke që nuk e lëshon ai partinë. Derisa të vdesi 105 vjeç, ai do vdesi 105 vjeç, është rratës e fort në to. Dhe partia do shkojë me te. Ky do të thoje, kandidat për kryeminist është ky djali, ose dikush tjetër, një fytyrë që përbashkon majtë e djathtë dhe thonë do të argëzojmë të qeveri 12 vjeçare me gjithë këto skandale. Po nuk ka kush më thuj mua. Dakord, do shkojmë në imunitetin e Belina Ballukut. Ja, unë po ta them që tash nofta bëj gabim që e them që në fillim. Maj sa kam informacion, maj sa kuptoj nga lëvizjet e kryeministit të mazhorancës, ato nesër do vazhdojë Komisioni Këshilli i Mandateve, do dëgjojnë, do debatojnë, do zgjasin me orë të tëra. Janë 3 prokurorë të SPAK-ut, Dritan Premqi, Altin Domani dhe i tjetër, nuk dini një emër më thanë, 3 veta, për të përballuar, sepse është një dosje e madhe. Do të shkojmë 2 raporte, këtu do jemi, 2 raporte, pra PD-ja... Shko aty tani, vetëm ma thuaj si finalitet, pastaj do të... Finaliteti është që mazhoranca nuk do të votoje heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Belinës. Dhe do të thua që kjo çka krijon? Sepse një taktik tjetër që dyshoj si Dreqi, po Planeti nuk e thot, s'ka mandat për ta thënë. Jo, thjesht nuk e di. Nuk e thua se ti mund ta hulumtosh, po. Është më e thjeshtë, nuk e di. Dyshoj si Dreqi që nesër vazhdon kjo historia gjatë, debate, tjere, tituj gazetash, mediash, portalesh, televizionesh, u bënami, të hënën do ketë protestë të dhunshme, ja po të parashikoj, nuk duhet, po e dhunshme, Lisandri e pyeta pak për para, nuk e pohoj as nuk e mohoj, por që të hënën do ketë protestë të dhunshme, sepse informacionet janë që po lajmërojnë të vinë... Nuk e kam të informacion për protestë dhunshme, sepse në fund ditës nuk është se organizohet dhuna. Por ne nuk dim temperaturën e njerëzve në shesh, se kur shkon të e onkologjiku dhe s'ka ilaçe, dhe shikon që zonja lanë 10.000 euro makinën, një avë, shmëndet e ta mbaroj, si e djali me Dukat, amerikanet, ke filozofi amerikane. Pra, unë po të them edhe njerë që dita hënë, do jetë protestë të dhunshme. Aq sa ndjej, nuk kuroj, nuk dua, do jetë të dhunshme, sepse edhe informacionet nga rrethet janë që po lajmërojnë të vinë njerëz bodyguard të mëdhej të fuqishëm që të rradha parë. Kjo vjen për të përplasur fizikisht. Sa herë je përgënjeshtruar ti? Unë? Në këto intuitat e tua për partitë? Jo, sam përgënjeshtruar, po në 90% rasteve më ka dalë e vërteta. 90%. Në këtë historinë e 35 vite, nuk them tash në çdo element vogël, po. Mund të ketë një gjë, po do shohim të hënën, të martën që se ke emision ose të hënën në darkë, më ftohet dhe do shohim pastaj. Po patjetër. Por do të them edhe një herë që ka një zgjidhje që mundet, sipas meje, që ndëruar zonja Balluku, të jep të dorëheqjen si zonë kryeminist e ministër. Pastaj shkojmë aty, Nikol. Dhe një aksioni politik. Dhe mazhoranca nuk e voton heqjen e imunitetit dhe shkon si deputete në SPAK përballë me drejtsinë, të mbrohet me avokatë e saj, do shkojnë në gjyq prapë si deputete. Apo jo? Si formull shumë e thjeshtë kjo, domethënë. Jo, nuk është e thjeshtë, jo. Për dorëheqje. Apo mjafton që t'japi dorëheqjen thotë Nikolla? Jo, ka drejt, Nikolla këtu, Nikolla ka këtu. Shfryhet gjëja plotësisht, a thua se Balluku e ka kollaj t'japi dorëheqjen ose jo? Balluku nuk pranon t'jap dorëheqjen dhe aq më keq kur nuk pranon, ajo nuk pranon shkarkimin e Ramës. Rama nuk e shkarkon dot atë. Paramendo dorëheqjen. Ky është gjithë ngërçi. Po Nikolla ka të drejtë se thotë kjo është shfryn sepse e kundërta e mbars. E kundërta nuk e di ku do na çojë. Por në rast se ata nuk votojnë për imunitetin. Po dhe për mendimin tim nuk votojnë. Për mendimin tim. Për mendimin ton. Po nuk e votojnë sepse Rama i ka dhënë shenjat, një të deklarata që thotë kemi 83 vota. Pra kur tregon forcën e numrave. Tregon forcën e numrave. 2 bën kritika SPAK-ut, 3 një ditë përpara ftonte institucionet jo politikën, jo opozitën, që ishte çuditshme për reflektim ndaj problemeve të reformës, pra përgatit terrenin që mbas një përplasje, mbas një refuzimi të dhënies së autorizimit, tani do shikojmë çfarë probleme ka reforma në drejtësi, paraburgimet, drejtat e njerëzit. Dhe e katërta për mendimin tim nuk e lëshon sepse sot ne kemi 3 drejtorë të vartësit e zonjës Balluku që edhe ata ngelen në arrest shtëpie. Dhe nuk shkojnë në punë. Dhe Rama para 2 javësh kur Balluku ishte pezulluar thoshte është pezulluar puna sepse drejtorët janë kompetence zëvendës kryeministrit për t'i shkarkuar. Zëvendës kryeministri është kthyer në punë, drejtorët nuk janë shkarkuar. Po më do me thonë se se Rama mund të shkarkoj drejtorin e ARSH-s se ka kopetagër të vetën. Nuk e ka shkarkuar. Edhe pse ai ishte në arrest shtëpie.
Kur ishte PD-ja mbushtetë, është bërë nami nga Partia Socialiste për atë tatimeve, shehun, agimin. Që ishte... Sështë agim sheu. Më falë, është kret tjetër. Po, është bërë nami nga Rama, po është rasti. Rast kret tjetër. Këdo është palli pa fajshëm. Po pra, s'kishte marrë apelin ai. Mirë, dakord. Kishte marrë vendimin e gjykatës parë. Nuk e shkarkonte. Ai. Rast tjetër, gjithsesi. Tani, drejtori rrugëve është aty ARSH-s. Është në arret shtëpie, ky nuk e shkarkon. Pra, po i mbron. Kjo tregon që po i mbron. Skenarët pastaj nëse i diskutojmë më vonë, janë... Po duhet i diskutojmë më vonë, Lence një qëndrim të parë, pra pse po i mbron? Çfarë Leverdis ti mbroj? Çfarë Leverdis mos ja heq imunitetin ose t'ja heq imunitetin? Se pavarësisht se çdo të ndodhë ditën e nesërme apo deri të hënën, një gjë është e sigurt që cili do variabël ka një risk të vetë, të cilin duhet ta sigurisht ta analizojmë aq sa mundemi. Lence? Në këtë që po ndodh, për ta kuptuar më qartë, do të themi që janë dy aktor kryesor, të cilët kanë edhe teksin, kanë edhe rolin, që është majoranca dhe sistemi i drejtësisë.